Po ka paraqitje për dome në fshatin Trebosh dhe rrezik për njëjtën në fshatin Pallatis ku po ashtu ngrirje e tokës me ujë ka bërë që nëpër disa bodrume të shtëpive të dalë uji. Atëherë pas shirave që kanë rënë gjatë 24 orëve të fundit, ka pasur denoncime për disa vende ku ka pasur rënime të dheut dhe vërshime të tokave. Maqinerit e komunës dhe ndërmarrjeve operatorëve privat me cilët ka bashkëpunim komuna kanë dalë në terren dhe janë duke pastruar pikat kritike. Ne sot jemi këtu ku po punohet në qarkoren e njohur nga fshati Trebosh për rrugën për në Jazhinc, ku si rezultati punimeve janë bllokuar disa rrjedha të ujit dhe ka pasur edhe vërshime të tokave. Ajo që duhet të potencuar që me punimet që do të realizohen dhe sigurisht edhe me pjesën tjetër të pastrimit të kanaleve rrjedhëse të këtyre lumejve, në të ardhmen besojmë që këto probleme nuk do paraqiten, por duke pasur parasysh që në këtë periudhë të vitit nuk ka pasur, kaq shumë rreshje, si rezultat i këtyre rreshjeve tani më po paraqiten këto probleme. Po ka paraqitje për dome në fshatin Trebosh dhe rrezik për njëjtën në fshatin Pallatis ku po ashtu ngrirje e tokës me ujë ka bërë që nëpër disa bodrume të shtëpive të dalë uji, por edhe një herë pra nga momenti kur do të përmbillen do të realizohet ky projekt, besoj që edhe çështja e kanaleve pastruese apo rrjedhën e kanaleve do të rregullohet dhe problemi i kahmoçëm për këto fusha do zgjidhet.